Sali Berisha është i vetmi që ka komentuar përsiatjen e gjatë e Edi Ramës duke sjellë modelin e prokurorit amerikan Robert Jackson. Sipas kreut të opozitës, Rama ka tentuar të shantazhojë prokurorët, pasi në qasje kishte një frazë ku e quan një prokuror vrasës, edhe pse i ashpër qëndrimi i Sali Berishës fshinte një lloj kënaqësie të dukshme për hyrje në linjën e hapur të sulmit ndaj SPAK, edhe të kolegut të tij, të dashur armik. Është në stilin e tij që kënaqësinë ta tregoj me një mazokizëm politik, që tashmë është kthyer në një model në gjithë politikën shqiptare, veçanërisht në atë që e konsiderojmë të djathtë. Sali Berisha si leverdiste ta kthente këtë çështje në drejtimin që kërkon ai, por e vërteta duket se flet diku tjetër. Edi Rama, pamfletin e tij në lidhje me veprimet e SPAK, nuk e kishte fare me prokurorët që po i mosyjnë qeverinë, pasi ai e di se çdo aksion ndaj tij nuk është as pak një predhe dukshme nga topi i Altin Dumanit prej stacionit të trenit, siç e pëlqen Rama ta quaj, por një silur në ndetseje që urdhrin e goditjes e ka nga larg. Po, nga larg fare, eksaktësisht përtej oqeanit, nga një zyrë në departamentin e shtetit, nga ku një zyrtar i lartë i tij u dërgua me urgjencë në Shqipëri më 31 tetor dhe nuk e takoi fare Edi Ramën, por vetëm ministrin e drejtësisë dhe atë të brendshëm. E siç mësohet, lamallarit i është kërkuar që të mos kryej asnjë akt që do të pengoj pavarësinë e drejtësisë dhe e Koçiut, që policia të mos pengoj punën e SPAK, aq më shumë të bëjë ndonjë shkelje kompetencash, për cila do të pendohet rënd kjo qeveri dhe kjo mazhorancë. I përgatitur për lëvizjet e forta nga SBA, Edi Rama e ka pritur goditjen e radhës, e thjesht është në fazat për të negociuar, duke i çuar atyre një mesazh të koduar se si e shikon ai këtë negociat. Por për çfarë po negociohet? Pikërisht për atë që Altin Dumani deklaroi në parlament, mandatin e dytë 9 vjeçar të prokurorëve të SPAK. Dumani vet ka ofruar një kompromis, duke mos pranuar më një mandat të dytë, por të qëndrojë sërish prokuror deri në fund të mandatit. Për ta qartësuar më shumë për opinionin, goditjet e fundit në mazhorancë nuk duket se janë raste penale të nisura nga investigimet e prokurorëve special, por akte të qarta e të forta që vijnë nga amerikanët dhe europianët, pikërisht kur mazhoranca e Edi Ramës refuzoi që të zjas mandatin e prokurorëve të SPAK dhe kreut të tij. Një qëndrim që është bërë i qartë në vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në vitin 2024, nuk ndodh zakonisht që një shtet aleat të refuzojë një kërkesë që vjen nga maja e piramidës administratës amerikane, por atëherë kur kjo vjet re, kemi të bëjmë me një thyerje, e cila provokon trazira. Këtë e ka ditur Edi Rama kur u ka thënë amerikanëve jo, ndaj dhe përgjegjësi i kësaj situate kaotike që po ndodh në Shqipëri është vetëm ai. Çdo sulm që i vjen nga SPAK është mbi të gjitha një pjesë e luftës që kryeministri ka provokuar me amerikanët, madje jo vetëm këtu, por edhe pakti që bëri me Sali Berishën para zgjedhjeve për të ndalur zgjatjen e mandatit të SPAK, ku si pjesë të pazarit i ktheu vulën dhe i jep leje ndërtimi. Këtë e din të gjithë që janë përfshirë në politikën e lartë në vend, përkatësisht deputete drejtues në mazhorancë dhe në opozit, por askush nuk e trajton kështu, duke i bërë një favor të madh Edi Ramës. Nuk është çudi që këtë bombë ta shpërthej në publik një zë brenda mazhorancës shumë shpejt, natyrisht i nxitur nga amerikanët, cilët nuk do të rinë të heshtur në këtë përplasje politike me Edi Ramën. Madje ky zë mund të jetë edhe viktime e egër e kësaj lufte, i cili jo rastësisht këto ditë është përmendur në gazeta të mëdha amerikane si Washington Post apo The New York Times. Nisja e kësaj lufte do ta rrëzojë realisht Edi Ramën, i cili po e shikon se edhe brenda PS-s pozita e tij është bloz, nga që kalpsira është kthyer në gangren.